Por vërtet, do më thënë edhe familja vërtet ka qenë shumë. Qysh ka qenë jeta? Sot ka ndryshu jeta në moment që ke shku te familja burit? Me siguri keni jetu në bashkësi, apo? Na 10 vite bashkë kemi jetu me kunatën edhe me kunati, edhe kemi pas, do më thënë, unë një javë unë kam pastru shpijen, kunata ka bo ushqim, masa ne kunata ka bo ushqim, unë kam pastru. A ke dit me bo ushqim, me 16 vjetë? Jo, por ata ka ndihmu shumë, por nuk kam pas ndihma 100% ka, okej, ti relax, unë e boj. Jo, ti duhet me bo, por në momenti kur ti je blokum, unë e ndihmoj. Unë e ndihmoj. Ki qare pa unë su mandej. Adi nuk ka pas të këto telefona mobile krejtë, unë shpash kam thirë nunën në bëqë shtash, ajdi në shka me bo. Unë kam qenë shumë laki se ata bile kanë ullë në sofra, ajdi edhe kanë hajdin qështë. Qysh ka qëllu e kanë që dherin fond. Por, hajdin, vërtet shumë, për mu të ka qenë, hajdin, që është momente shumë lumë të bre, nuk kam marrë këto si vështërsia në jetë, unë s'kam traumë për këtë period, kam jetu shumë bre, hajdin, unë me kunatën, do me thënë kunata, për mu ka qenë shoqa, sepse ka qenë ma e vjetër me mu, edhe shumë kam mësu prej kunatës, vërtet. Shumë kam mësu, Ajdin. Sepse Ajdin tabjeti e në shpia tjetër dalon prej tabjeti shpia e babës. Edhe normal, Ajdin, edhe shka pedi, edhe momenti që shka më pastru o borë të na në Prizren, sa ba Ajdin me treva, me ujë, me lau borin, Ajdin, këto është si pika e parë në ditë. Edhe këto, do më thonë, që shka bo ata, edhe prej nonës kam pas, Ajdin, qësh është të bo kunata, qështu edhe bo e ti, sepse ata ka qenë ma vjetër. Qatë bote ke njoftë ti, edhe në mrena qasaj e... Qësh ata, te bo edhe ti. Mos e mendo është mira, oke, që bone. Qështu qësh ata e boj, bone edhe ti. Qka menon kur këthejesh me mendu, qësh ke mendu, për të regon që jeta ka qenë okej, qatë bote ke njoftë, ka qenë mirë në regull, po... Asa e ke ditë që ka halja shumë matutje që ka ko me boduda? A ke menu në atë ko që okej, jeta jam komu konë mrena kësaj shpije, mrena kësaj familje, nuk kam ambicje tjera, nuk ke mendu ndoshta për një jetë që fare e kisët? Apo kur tu ka zgju kjo? Une, do më thonë, kam ditë se përdu me shkollu. Une, për mu, do më thonë, me shkonë në fakulteta, i din me qenë një, ju bre për shka ke diplomës ose titull intelektual, ose shka për di. Por unë, shumë dëshirë kam pas me ledzua, i din, edhe diqush, do më thonë, dëshira maj madhë në jetë kam pas këtë pjesa, i din, unë me shkollu. Edhe dita në parë, kur Vjeri edhe Vjera ka artë e prinderit tem, prinder, do më thonë, me bu marveshje për martesa, për kretë, babi tem, si kusht ka qitë, unë e me vazhdu shkollim. Edhe Vjeri ka thonë, nëse ju po doni, që mu keni mrapa. Edhe vërteta, e din, një figura veçant në jetën tem, kam Vjerin, për i cili kam pas shumë përkrahje veçant në këtë pjesë e shkollimit, do më thënë kanton babit, do më thënë unë e marim tash është si vajza tema, sepse vërtet vogël, shumë vogël kam qenë. Edhe me do të unë, për shembull, kam regjistru këtu në Universiteti i Prishtinës, edhe me Vjerin kam shku në provim. Edhe, ajdin, buri ka punu, sepse na kemi pas një firma, ajdin, familjare, edhe buri ka punu shumë një punë, shumë me përgjëtësie madhë, edhe veç buri ka pas mundësim për me bo këto, edhe unë kur kam pas provim, për shembull, në Prishtinë, me Vjerin në vetur, prej Prizrenit, në Prishtinë, Vjeri mi ka prit jashtë, unë e kam shku në, edhe këto do më thonë, për mu nuk ka qenë mare me shku me Vjerin, sepse për mu ka qenë, okej, Vjeri ka pas sot kohë, unë me Vjerin kam shku. Ke qenë falenderuse, mirë një shumë, edhe edin rruga për i Prizrenit, deri Prishtinë me Vjerin, edin, na kemi bisedu, une në fakt kam thonë, edin, Rimsko pravo, për shembull, unë kam provu, ajdin me jap shpjegim, ajdin shka jam tu mësu, ajdin për shka kam provim të... E ki përsërit edhe provimin deri Prishtinë vërtata, ajdin, edhe kam kuptu se për ata është shumë rëndësishëm, për shembull, me lind një djalë, do më thonë, një djali me pas, ajdin, këto me njerë ka kuptu, edhe për mu nuk ka qenë problem, do më thonë, shumë shpejt. Me sa vjeqare ke qenë kërje bonan? Po nuk kam pas letër në ftim.
Okej. Do me thonë, me njëherë, shpejt paske. Po, sepse kam pas se për vjera veç, për burin jo, burin nuk ka insistu shumë, sepse ka ditë se kam një qëllim pak ma ndrushe, edhin pak me... Po, të ka pengu kjo për shkollim? Kjo ke qëllimi pyetjes? Me thonë, ki pas e vendim për fëmi? Po, unë me barkun kam shku me aprovim, unë do me thonë provimin e fundit në mujnë në nëntë, kam shku... Do më thonë nuk kam pas mundësi me i në amfiteatr që shtu me barku në edhin, edhe profesori kërë kam pa, hajde ullu në tavolina, ullu në këtë karikë, në tavolina veçan pak ma, por nuk ka, për mu bre, vërteta edhin, une kam ditë shka duhet me bo, edhe për shka unë kam dëshirë me bo, edhe kam pas sukses edhin me bo kombinim. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse njerëz mendoj që të paktën sot, ka platforma e seanca psikologjike që njerëz mundohen me arrit me zbulu edhe me jetësu vetën e tyre autentike, me 30, 40, 50 vjetë, ndërsa unë sa po e shoh i rrëfimit tënd të një jetën ke qenë vetja jote autentike, në mënyrë të natyrshme, pa e sforcuar as pak, edhe pa të bo përshtypje ata të shkollës në Visad, apo këta këtu do me thonë, është shumë interesante vetbesimi edhe qaj bazamenti për cilin po folë që thjesht ka frëmsu edhe ti e ke ditë që ka donë edhe e ke ditë që ka s'donë, prej një moshë shumë tërshme dhe e konë shumë rehat. Adin, une nuk mu me mesu nëse une nuk e dëgjuj vetën, do me thonë mësimin tem janë loud, shumë me zonë, sepse nëse une nuk e dëgjuj vetën, une kur nuk kam kuptu që njerës munden me mësu ati në libjario, se ku dëgjuj, me zajde, edhe kam që në ora 4, për shembull, sepse unë e mesoj vërtet, edhin sa ma heret, jam që ma leht mundën me edhin me meso. Edhe kur jam të që, për shembull, në ora 4, kemi pas një shpia e vogël edhin, edhe, do më thonë, kuzhina ka qenë praktikisht një dritare edhe rrugë, kur ata koshi janë të kalu, rruga e xhamis, shumë njerëz janë të kalu, edhe unë që kur kam mësu a din me zanë, edhin, non-stop. Edhe një koshia non-stop ka kalu, edhe një dit kanala edhin, edhe ka thirë vjerin te me ka thonë, Daud, qësh bre, të juve non-stop si lajmë dishka, kur jam të kalu a edhin në rrugë, si lajmë. Keni televizorin qutë. Po, dhe vjeri ka thë, hej bre, qërësh. Do me thonë, por edhe kam pas edhe ata, a edhin prinderit normal ka qenë shumë krenar, por kam pas edhe vjeri, edhe vjera, edhe buri, krejt ka qenë shumë krenar, sepse unë edhin, na jemi një familia shumë e madhë, unë kam qenë nusa 35 ose 36, do me thonë shumë familja e madhë, edhe veç unë që shtu kam vendus me jetu. Ata krejt ka marë, do me thonë, jeta familjare, ajdin jeta, edhe ta ka qenë shumë lumëtur. Edhe me qenë shpi me fmit, me burin, ajdin, nuk o dishka keqe. është luksi ma i madh. Po, edhe une mendoj se ta femre janë vërtet ladies, ajdin, dyqysh. Po, edhe unë shpesh me mendoj, ju marrë lakmika një herë, po, kanë kohë me organizu jetën, ajdin, me shetit, me dal me burin, me fmit janë ma shumë se unë, ajdin. Une kur kam pa kunatën, ajdin, shpesh kam pas momentin, ajdin, kur ata është nona ma mirë se unë, sepse është non-stop me fëmijëve shpia, e din, unë punoj, unë nuk jam non-stop, por dishur që unë e kam vendosë që shtu edhe jam. Ajo është ajo ndjenja e fajit që si cila nojnë e njën, se kur jenë shpi, jem faj që si jem pun, kur jem pun, jem faj që si jenë shpi, kështu që ajo na përcjell. Po, këtu me gjetë, e din, një mes është shumë vështirë, sepse duhet me vendosë, e din, për qëfar jeta ti po do me Tregon pak për fëmijët, se fëmijët tash janë rritë, sa e kanë ata të mbjellun që kulturën, traditën, krejt këto që po folti prej fëminis që i ki pas, a janë ma ndryshet, është ma të hapun me kulturat të ndryshme, ma open-minded në gjithë qka, apo keni vazhdu me rujt këtë... Po, pa edin, nuk mundësh jo me mbrojt, jo nuk mundësh ti me ndal jeta moderne, ose koha në cili është të jetu, nuk mundësh edin ti me ndërprejese. Por, une me burin edin kemi provu me diqysh këto tradita e shpis. Jo tradita, edin tradita është tradita edhe tradita tash diqysh ka ndryshua, edin, edhe veshje tradicionale ka ndryshu, krejt është ndryshu. Por tradita e familjes, familjes, për shembull, unë jam shumë krenar kur jam të pase, kur vjeri ose kunati in në dhombë, vajza teme është që në këmbë. Përshka unë këto është momenti kur unë vërtat jam krenare, vajzën, si jam të komentu, por ajdin kur jam të pak to,
shpesh me burin, a i din, masa ne, ma vonë jemi të folë, qyre që shë bukur, a i din. Edhe vjeri vetë ka thonë, Zejna mos e që, ata jo, edhe është të që me lju vendin, a i din, ose kunati, sepse kunati ka marrë Se është e respekti, ka qenë ashtu e ka pa ty, edhe fëmijat i ke fundit mësën që ka shë. Po, normal. Që shë, ata mësën.